Nga reshit ka pas probleme gjatë gjithë ditës, nuk ka qenë ndonjë probleme i madh në puna reshjeve, po ma shumë është neglizhenca e bashkisë. Si se shifni vetë, populli Kurbinit ka rënë mhall, kanë rënë të gjithë në gjumë, nuk po hap kush zonën e gojës. Tash me një, si thonë me një lule nuk vjen pranvera. Ja, si është ura, ta shohim vetë, s'ka nevojë për koment, thonë ka ra përmbytje, jo nuk është përmbytje, është vetëm puna e bashkisë, se ky kanal është i bllokuar ka 5-6 vjet, se s'ka vu kush dorë nda. Edhe ky janë del nga shtrati. Edhe sa herë të Bierishin del nga shtrati. Unë para shtëpisë kam pas ujtin deri në gjundje. Pavarësisht se kam bëj video në gjatet kryesore, s'do t'ja di kusht për këtë komunitet. Se përsëritën kjo gjë. Kjo si vjet jo shpesh, po shpesh herë përsëritet. Shpesh herë. Të është të komunitetit tonë nuk mund e ngajnë zonin, kanë frikë. Interesat e tyre i dinë vetë ato tani, po bashkia nuk ka të mos lloj pune. Kleshi nuk ka probleme, ka pas gjithë Shqipëria, po Laçi e kanë përmbyt. Nuk e ka përmbyt natyra, ka përmbyt bashkia. Bashkia Kurbin, sepse një pru me të njëjtët prurje, që është 100 metra më përtej, e kanë bë 5 metra gjerë. Kurse kjo ka prurje, ky projekt ka prurje më shumë se sa projekt tjetër dhe është bërë sa gjysma atij. E s'ka, kjo është më të mbyt. Sa lekë kanë investuar? 1 miliard lekë. Edhe 1 miliard lekë për një qytet Laçit të ri. Jo një pruse, po do kisha investu me lekë të komunitetit. a ka bën dome? Dome të janë shif komplet balë, betorina, plus e hedhin një nejër të vend e pa vend, edhe në ato janë shkaktarët kryesore, dhe kjo vetëm bashkisë Kurbin. Po të shina hiku banda madhe, po kjo banda vogël po për gërdin. Për thonë që po. Edhe është ngushtuar. Po, ngushtu ja, projekt në të njëjtën vrim si ka qenë. Ja, këtu ka qenë ura, kjo ura nuk ka ndryshu. Edhe s'ka kapacitet. Po, s'ka kapacitet. Është bëmë gjysmën e kapacitetit që mund të përballojë. Edhe kjo do të jetë e vazhdueshme. Po, nuk ka vazhdueshme, bëj investimi. S'ka vetëm po të prishin investimin, të bëjnë investim të ri. Nuk ka rrugë tjetër. A duhet ta hetoj? Jo, spaku nuk ka çfarë heton. Duhet i fusin burg, ti kapi si madura direkt të shkojë ke bashkia, ti kapi çfarë hetimi do kjo. Kjo fakti konkret. A fakt konkret. Nuk e di se çfarë fakti është do më kjo lloj drejtësie shqiptare. Nuk e di se çfarë duhet. Na kanë çuar në fana atje sa nuk e di se ku do të tash.